Gënjen, raskapitem rrugës, po pitëm atë pjesë në seancat e mbledhjes se i bëni fshevrat. I bëni publike. I bëni publike. Janë pronat po i thirrni vetë ju. Si në bashkia, more? Më thuaj një përgjigje që ka marrë unë të drejtë nga bashkia. Ku po ndërtohet? Tek kush pron? Po ndërtojnë tani në këto momente unë vinë tek tokat e mia. Unë jam një presim pasurie, kam 30 vjetë, pres gjukatat. Ku na thonë ne drejtojmë gjukatës, ne drejtojmë gjukatës. Presim gjukatën. Presim gjukatën. Gjukata s'po bën punë. Pjesim akoma maraton 30 vjetë. E tani vim të marim pjesë në mbledhjet që bën qarku, bashkia, ne shikojmë si kriminele. Pse? Ku është këtu? Më thuaj, unë jam dhe e zgjedhur nga populli në kryetare pronarëve të ligjshëm. Dhe tani kam të drejta njerëzore e ligjit 119 të marrë informacion. Të kanë ndaluar ty për të marrë pjesë në mbledhje? Si? Të kanë ndaluar? Po tani ku vete këto që kanë marrë pushtetin, hedhin vota për to dhe nuk na njohin pastaj si popull. Unë jam e Klarina Hoxha, problematike në qytetin e Vlorës dhe në gjithë Shqipërinë, 30 vjetë, pjesë pasuri. Edhe ndërtohet, si e jep ti, se jep për pronarin e ligjshëm, po i jep për kriminalin atje. Yrtesaki Drizi ka zaptuar gjithë atë. Kush i lëfta? Prap prona tjetër atje zaptohet, ndërtohet në 2026 ndërtohet, unë jam në pjesë pasurie.